Vetëm pak ditë pasi operatori i sistemi i transmisionit dhe tregut, Kost paralajmëroi mundësinë për reduktime në furnizim me energji elektrike shkaku i mbi ngarkesave. Qytetarë në komuna të ndryshme po përballen me mungesë të rrymës. Anise Kost të shtunën njoftoi për rikthim të furnizimit me energji elektrike për konsumatorë që furnizohen me rrymë nga nën stacioni Rahovec. Qytetarët e Rahovecit e Malishevës thonë se reduktimet kanë vazhduar edhe gjatë dielës. Shqetësim për këtë ka shprehur kryetari i Rahovecit Smajl Latifi, i cili ka thënë se kjo situatë përëndon jetën e qytetarëve dhe funksionimin e bizneseve. Gjendja me energjinë elektrike është serioze dhe papranueshme. Qytetarët jo vetëm që po paguajnë shtrenjtë energjinë elektrike, por po i bartin edhe pasojat e mungesës së saj. Prandaj u bën thirrje urgjente Kostit, Kecit dhe Kekut që të marrin masa të menjëhershme për stabilizimin e furnizimit me energji elektrike. Energjia elektrike nuk është luks, por nevojë themelore për qytetarët tanë. Me ndërprerje të paparalajmëruara të rrymës janë përballur edhe qytetarë të komunave të tjera të Kosovës, duke shkaktuar telashe edhe në funksionim të bizneseve. Biznesmeni Burim Piraj nga Dragashi thotë se nga e shtuna kanë pasur ndërprerje të paparalajmëruara të rrymës dhe nuk kanë marrë përgjigje pse po ndodh kjo. Në këtë kohë të dimrit është telashe sepse ne kemi shumë hapësira në repartja dhe mund të vjen edhe deri te ngrirja e ujrave dhe kjo na shkakton problem. Nga ana tjetër kemi edhe frigoriferë cilët duhet të punojnë non-stop. Kështu që ne po aktivizojmë agregatin dhe nuk kemi zgjidhje tjetër. Ne kemi tentuar të kontaktojmë Kecin dhe Keskën nëpërmjet numrit që kanë të qendrës së tireve, mirë, por nuk kemi arritur të kontaktojmë dhe ta gjejmë një arsye se pse është ndalur energjia elektrike kështu pa paralajmërim. Nga Kesko thanë për kohën se nuk ka telashe në furnizim, ndërsa në kompaninë Kec nuk janë përgjigjur rreth ndërprerjeve të rrymës. Në ditën kur qytetarët po përballen me mungesë të rrymës, në Korporatën Energjetike të Kosovës thonë se prodhimi nga termocentralet është 870 MWh, ndërsa kërkesa për import nga Keku rreth 27 MWh. Në Kost nuk ka parashikime për ditën e diel, por sipas parashikimeve të ditës 19 dhjetor, ngarkesa ka arritur në afro 1500 MWh. Shkaku i ngarkesave në rrjet, ky institucion më 18 dhjetor kërkoi nga qytetarët që të ulin konsumin, duke e zhvendosur atë jashtë orëve të pikut. Sipas këtij paralajmërimi, ngarkesat më të larta janë në Rahovec, Prizren, Gjilan dhe Lipjan.